إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në leximin e librit të prisit të besimtarëve në hadith, Imam Buhariut, Allahu e mëshiroft, në librin e tij kushtuar edukatës. Dhe jemi në temën e 107 të librit dhe në hadithin 212. Tema 208. Thot Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, Ar-rajul ra'in fi ahlihi. Burri është bari në familjen e tij. Dhe ka sjell hadithin nga Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, ka thënë: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith madhështor: të gjithë ju jeni barinj dhe të gjithë ju do të pyeseni për grigjen tuaj. Prisi është bari dhe do të përgjigjet. Burri është bari dhe do të përgjigjet. Gruaja është baresh dhe në shtëpinë e burrit të saj dhe do të përgjigjet. Dhe me të vërtetë të gjithë ju jeni bari dhe të gjithë do të përgjigjeni për grigjen tuaj. Kjo fjalë madhështore e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam na jep të kuptojmë shumë gjëra të rëndësishme. Dhe këtë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka filluar fjalën e tij dhe e ka mbaruar me të njëjtën fjali. Pra, vini re, o ju njerëz, të gjithë jeni barinj dhe të gjithë do të përgjigjeni për grigjen ose për tufën tuaj. Dhe me këtë fjali e ka mbyllur fjalën, që tregon tërheqje vëmendje njerëzve që e dëgjojnë për shkak të rëndësisë që ka ajo që po i thot. Dhe pastaj ka sjell hollësitë e temës. Dhe rai, bariu, është el-hafidh el-mu'taman, rojtari i besueshëm. Rojtari i besueshëm i cili zbaton atë që i është lënë amanet, e ruan atë dhe bën obligimin, bën detyrën të cilën ai e ka të ngarkuar. Atëherë ne jemi përgjegjës. Të gjithë ju jeni përgjegjës.
që do të thotë se cili nga ne është bari me kuptimin që i janë ati disa detyra për t'i zbatuar, disa obligime. Jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtat obligime. Jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtat detyra. Por ama që të gjithë ato kanë detyrat e veta që ja ka caktuar Allahu dhe do të përgjigjet për zbatimin e këtyre detyrave. Pra një person i cili i besohet diçka që ta ruaj dhe do të përgjigjet për të, e ka detyrë dhe obligim ta ruaj dhe jo ta humb dhe jo ta neglizhoj. Dhe hadithi tek Buhari dhe ke Muslim, ke libri i Buhariut dhe i Muslimit, ka ardhur me tekst Ela kullukum rai, vjen me fjalën ela, pra që tregon tërheqje vëmendje për atë që thamë që është çështje e rëndësishme. Thot Allahu i madhëruar, ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijara. O ju të cilët keni besuar, o ju besimtar, ruajeni veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri. Lënda e saj janë njerëzit dhe gurët. Aleikum selam. Allahu i drejtohet besimtarve dhe thot ruajeni veten tuaj nga zjarri, por nuk mjafton me kaq. Ruajeni veten tuaj dhe familjet tuaja. Pra, do të përgjigjesh për veten tënde, por do të përgjigjesh edhe për familjen tënde. Pra nuk duhet të thot njeriu që mjafton të shpëtoj vetë, të tjerët të bëjnë çfarë duan. Jo. Do të përgjigjesh, i ke në përgjithësi familjen tënde. Kjo është në lidhje me burrin, po ashtu në lidhje me gruan, që do vi më poshtë. Edhe ajo ka përgjithësi, edhe fëmia ka përgjithësi, edhe robi ka përgjithësi, edhe shërbyesi ka përgjithësi, edhe punëtori në shtëpinë tënde ose shoferi ka përgjithësi. Pra të gjithë ata që i është dhënë një amanet për ta ruajtur një obligim, një detyrë, do të pyeten për këtë se si e kanë kryer këtë detyrë. Dhe nëse vdes një person dhe familjen e tij e ka neglizhuar, atëherë ai atë e ka tradhtuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ghashun li ra'iyatihi fal jannatu alayhi haram. Kush vdes dhe ka tradhtuar familjen e tij, atëherë xheneti për të është i ndaluar. Tani ne e dim që udhëzimi është në dorë të Allahut. Nuk kemi ne mundësi të udhëzojmë asnjë njeri, ta bëjmë atë nga jo besimtar, ose nga gjunahqar ta bëjmë të devotshëm. Nuk mundemi dot. Por ajo që kemi ne në dorë është këshilla, është edukata që i japim, është përpjekja jonë në lidhje me familjen. Prandaj nëse ne i bëjmë ato, atëherë Allahu subhanahu wa taala na i fal gjunahet dhe nuk na dënon për nëse njëri nga ato që ti ke përgjithësi nuk dëshiron të eci në rrugën e drejtë. Dhe fillon
Fel emiru ra'in wa huwa mas'ul. Prisi, emiri, është bari dhe ai do të përgjigjet. Pra prisi e ka përgjegjësinë më të madhe. Do të përgjigjet për shumë persona që i ka në drejtim. Dhe selefët të parë tanë të mirë që kishin frikë Allahun e madhëruar, nuk e kërkonin të ishin prisa, po ama kur i vendosnin ata në një detyrë, e zbatonin atë me përsosmëri, e zbatonin atë me gjithë fuqinë e tyre. Kurse shumë nga mendjeletët sot kërkojnë të jenë prisa. Kërkojnë të jenë prisa. Kjo është nga mendjeletësia e tyre. Është edhe një diçka tjetër, që të ky hadith, pejgamberi sa më thotë, të gjithë ju jeni barin, të gjithë ju jeni përgjegjësa. Të gjithë do të përgjigjeni. Dhe disa njerëz sot ja vënë fajin prisit për çdo gjë. Dhe nuk e çon gishtin ke vetja e tij. Kur fjala është shumë e qartë, dhe thotë të gjithë ju jeni përgjegjës. Të gjithë ju jeni bari. Kështu që kjo tregon edhe një herë që duhet të gjithë të shikojmë detyrat dhe t'i zbatojmë ato në mënyrë që të dalim përpara Allahut subhanahu wa taala dhe të shpëtojmë nga zjarri i xhehenemit. Aleikum selam. War-rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul. Dhe burri është bari në familjen e tij dhe është përgjegjës. Pra në familje, burri përgjigjet për gruan e tij, përgjigjet për fëmijët e tij, përgjigjet për të gjitha ato detyra që Allahu subhanahu wa taala ja ka ngarkuar, përgjigjet për edukimin e tyre, përgjigjet për këshillën e tyre, për mësimin e tyre, e të gjitha këto. Përgjigjet nëse në shtëpinë e tij futet diçka e ndaluar dhe ajo prish familjen dhe shkatërron fëmijët, përgjigjet ai për këtë. Dhe gruaja është baresh në shtëpinë e burrit të saj, dhe ajo është përgjegjëse. Prandaj që ajo përgjigjet për pasurinë e burrit, për fëmijët, përgjigjet për të drejtat ndaj burrit, përgjigjet për ndeshmërinë e saj. Pra le të përgatitet edhe burri dhe gruaja që një ditë do dalin përpara Allahut dhe do t'japin llogari për detyrat e tyre. Po ashtu edhe shërbyesi, siç ka ardhur në një tekst, wal khadim ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dhe shërbyesi është bari dhe do të pyetet për grigjen e tij. Pra kjo fjala shërbyesi përfshin edhe robin, po përfshin edhe atë që e kemi punësuar me pagesë, që mund të shërbejë në shtëpia, po mund të jetë dhe shofer, po mund të jetë dhe pastruese, po mund të jetë dhe punëtor. E kështu me radhë të gjithë do të pyeten dhe do të dalin përpara Allahut subhanahu wa taala se si i kanë bërë këto detyra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. Nuk do të lëvizin këmbët e robit ditën e kiametit derisa të pyetet për 4 gjëra. An umrihi fima afna, do të pyetet për jetën e tij si e ka kaluar. Wa an shababihi fima abla, dhe për rininë e tij si e ka harxuar. Wa an ilmihi fima amila bihi wa mimman wa an ilmihi fima amila bihi, dhe për diturinë e tij
si ka punuar me të, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa, dhe për pasurinë e tij, nga e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar. Pra, të gjitha këto hadithe na japin e të kuptojmë që nuk duhet jemi neglizhent. Na japin të kuptojmë që duhet t'i lutemi Allahut që t'i kryejmë detyrat tona sa më mirë. Të gjitha këto na bëjnë neve të kuptojmë që nevoja jonë për dituri është më e madhe se nevoja për ushqim. Sepse nëse do t'i humbim të drejtat, do t'i humbim obligimet që kemi ndaj Zotit dhe ndaj të tjerëve, ndaj familjeve, ndaj grigjës tonë, atëherë dënimi në botën tjetër është i rëndë. Por nëse njeriu nuk ka ushqim, ajo që do t'i ndodhi është vdekja. Por dënimi në botën tjetër është më i rëndë. Prandaj që nevoja jonë për dituri është më e madhe se nevoja jonë për ushqim. E këshilloj veten time edhe juve që të mos dembelosemi në kërkimin e diturisë. Sepse nëse do të jetojmë në ignorancë, shejtani e ka më të lehtë për të na devijuar. Shejtani e ka më të lehtë për të na i bërë gjërat që t'i harrojmë. Prandaj që është e nevojshme dituria. Në qoftë se njerëzit do të thonë që më kujtohet një hadith kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në haxhin e lamtumirës dhe prapa tij kishte El Fadl ibn Abbas radiallahu anhuma, i thot njerëzve: o ju njerëz, merreni diturin përpara se ajo të largohet dhe të ngrihet. Atëherë dikush nga beduinët i thot: o i dërguari i Allahut, si do të ndodh kjo kur ne kemi librat, kemi Kuranët, librin që është shkruar Kurani, dhe kemi mësuar atë vetë dhe ua kemi mësuar atë grave tona dhe familjeve tona dhe shërbysave tanë. Atëherë pejgamberi sa selam e ngriti kokën dhe ishte skuqur nga zemrimi. Dhe thot: thaqilat ka ummuk, pra mos të pas nëna, pra, kuptimin nuk është fjalë mallkuese, por është diçka që e bën njeriu të habitet dhe të shqetësohet. Thot: a nuk i shikon jehudët edhe krishterët që i kanë librat në duart e tyre, por nuk kanë zbatuar asgjë nga porosia që i kanë lënë pejgamberët e tyre. Ikën dituria kur ikën bartësi i saj ose bartësit e saj. E thash me kuptim hadithin, jo fjalë për fjalë. Kjo është kuptimi. Pra ky është një hadith shumë i rëndësishëm. Neve nuk duhet të mjaftohemi dhe të themi që kemi libra, por fjala këtu ikën dituria kur ikin bartësit e saj. Ato që e mbajnë diturinë janë njerëzit, jo librat. Njeriu përfiton nga libri, por detyra jonë është ta mësojmë atë. Detyra jonë është të afrohemi me dietarët dhe të mësojmë prej tyre. Sepse nëse ajo hikën dhe largohet, atëherë çfarë do bie i bëri xifutëve dhe të krishterëve që i kishin librat e megjithatë devijuan për në zjarrin e xhehenemit.
Allahu na rujt. Atëherë njeriu kur i dëgjon këto gjëra duhet të përgatitet për përgjigje, që t'jap përgjigje. Dhe kjo përgjigje duhet jetë e saktë. Në historinë e Fudail ibn Iyad, Allahu e mëshiroft, tregohet se ka takuar një burr dhe ky burr kishte bërë disa gjëra prej teprimeve ose neglizhencave, pra gjunahe, dhe e pyet atë, i thot, sa vjeç je? I thot ky, unë thot jam 60 vjet. A e ke ditur ti, a e din ti se ke 60 vjet që ecën në rrugë, je duke ecur për tek Allahu i madhëruar dhe gati ke arritur finishin? Thot ky burr, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. I thot atij Fudaili, e wa ta'rif tafsirahu, a ja di kuptimin kësaj fjale? Thot, çfarë kuptimi ka? Pra këtu, te kjo pjesë, kuptojmë që shumë njerëz thonë fjalë të mira, fjalë që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet, po nuk ja din kuptimin. Dhe mosditja e kuptimit të një fjale e bën atë prej shkaqeve që të mos ketë bereqet personin që ja thot atë. Prandaj, ky person i thot, çfarë kuptimi ka? I thot atij Fudaili ibn Iyad, inna lillah, ne jemi të Allahut, pra ne jemi robër të Allahut. Wa inna ilaihi rajiun, dhe ne tek ai do të kthehemi, pra ne tek ai do të kthehemi. Dhe i thot atij, dhe nëse ti e di dhe e mëson që ti je rob, dhe nëse ti e di që tek ai do të kthehesh, atëherë dije pra, sepse ai do të pyes ty. Pra nëse ti e mësove që je rob, dhe e mësove që tek ai do të kthehesh, dije se ai do të pyes, do të kërkojë llogari për këtë. Dhe nëse e mësove që ai do të kërkojë llogari për këtë, atëherë duhet të përgatitesh përgjigje. Atëherë ky burr u friksua nga kjo fjalë dhe u prek dhe tha, si është zgjidhja? A ka zgjidhje? Atëherë i thot Fudaili ibn Iyad, po, dhe ajo është e lehtë. Shikoj se si e zbatojnë fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, yesiru wala tu'asiru, lehtësoni dhe mos vështirësoni. A ka zgjidhje? Si ai personi që kishte vrarë 99 veta. Dhe tha, a ka pendim për mua? Thot, dietari tha po. Kurse ignoranti tha jo. Atëherë i thot po, dhe është e lehtë. Dhe i thot, si është zgjidhja? Si është halli me këtë? Thot, ahsin fi ma baqiya yughfar lak ma qad mada. Përsos, përmirëso, bëj të mirë punët që kanë mbetur, të falet ty ajo që ka kaluar. Sepse nëse ti do të bësh keq në çka ka mbetur, do të merresh në përgjegjësi me atë që ka mbetur dhe me atë që ka kaluar. Kjo fjala e fundit është hadith. Pra ka ardhur e saksuar që këtë fjalë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra ahsin fi ma baqi yughfar laka ma qad mada, fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidhta fi ma baqi wa fi ma qad mada. Pra kjo fjalë
na jep një zgjidhje që të mos e vonojmë pendimin. Vonimi i pendimit është gjunah në vetvete. Nuk duhet vonuar, por pjesa që të ka mbetur nga jeta, mundohu të bësh vepra të mira. Mundohu të largohesh nga të këqijat. Atëherë Allahu subhanahu wa taala do t'i fali ty atë që kanë kaluar. Po nëse ti vazhdon me të këqija, edhe në pjesën e mbetur, do të merresh përgjegjësi edhe për të, po edhe për atë që ka kaluar. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Surja Zumar ajeti 53. Thuaj: o ju robët e mi, të cilët i keni tejkaluar ndaj veteve tuaja, keni bërë gjunahe pra, mos e humni shpresën për mëshirës së Allahut. Allahu i fal të gjitha gjunahet. Ai është mëkatfalës dhe i mëshirshëm. Pra kjo ishte një shpjegim i këtij hadithi. Hadithi tjetër që vjen mas ti në këtë temë transmetohet nga Ebu Sulejman Malik ibn Huwairith, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i cili ka thënë: "Atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتهينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وَلْيُؤَمِّنْكُمْ أَكْبَرُكُمْ." Ky hadith transmetohet nga ky sahabi nderuar Malik ibn Huwairith, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i cili thot: erdhëm ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ishim djelmosha të njëjtë pra djem të rinj të njëjtës mosh. Dhe qëndruam tek ai 20 net. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mendoi që ne u përmalluam për familjarët tanë dhe na pyeti për çfarë kemi lënë prapa në familjet tona. Dhe ne e njoftuam atë, e lajmëruam, por e lajmëruam, e ai ishte i butë dhe i mëshirshëm. Dhe tha: kthehuni ke familjet tuaja, mësojini ata, urdhërojini ata, faluni siç më pat mua të falem, dhe kur të vi namazi, le të thras ezanin njëri prej jush dhe let ju pri juve më i madhi juaj. Ky hadith madhështor na tregon se si disa djem të rinj, siç ishte njëri prej tyre Malik ibn Huwairith, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, tregon që ata u nisën në një udhëtim të begat në kërkimin e dijes. Këto djem të ri të logjikshëm bën një veprim që është për të pasur zili dhe është për të marrë shembull. Rinia, nëse bën udhëtim për të kërkuar dije dhe nëse bën udhëtim në adhurimin e Allahut, atëherë kjo është për të pasur zili. Dhe këto sahab, këto djem,
Në këto udhëtim të tyre qëndruan 20 net ke i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga gjërat më të mëdha që përfituan këta në këtë udhëtim është titulli i sahabit. Ata morën titullin e sahabit që askush nuk mund ta marrë dot përveç atyre që kanë qenë në atë kohë ku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjallë. Pra këto morën një grad, dhe grada e sahabit është dhuratë nga Zoti. Ja ka dhënë atyre, askujt tjetër. Dhe si duket planifikuan që të qëndronin disa ditë. Pra jo në kohë të gjatë, sepse siç dihet, i riu është më i lidhur me familjen e tij sese ai që është më i madh në moshë dhe përballohet nga largimi që bën larg familjes. Dhe thot ne ishim shebebe mutakaribun, pra tregon që ato ishin afërsisht të njëjtë në moshë dhe në dituri. Pra nuk kishte disnivel, gati ishin gjithë një lloj. Dhe qëndruan aty 20 net. Atëherë 20 net i thon 100 namaze. Kanë falur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam 100 namaze. Kjo është një sukses që ja dha Allahu subhanahu wa taala këtyre djemve të rinj. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur pa gjendjen e tyre, mendoi që i ka marrë malli për familjen. Dhe i pyeti ata një për një se çfarë lanë në shtëpitë e tyre. E pyeti për shembull si e ke babain, si e ke nënën, sa vëllezër jeni, etj. Pyetje si këto. Ndonjëri prej nesh mund të mendoj që kur muslimanët e bëjnë këtë veprim, mund të mendoj se këtu janë fjalë boshe. Pse i bën këto? Ose pse do të dish gjëra personale? Jo. Këto janë për të shtuar lidhjen mes njerëzve, për të hyrë në hallet e njerëzve, për të parë gjendjen e tyre, për të ndihmuar sa të mundesh, për të forcuar dashurinë mes tyre dhe siç po e shikoni është dhe syneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është rruga e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk janë kot që ti interesohesh për tjetrin, të pyesësh për familjen e tij, të pyesësh për familjar, nuk janë kot. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pyeti ata dhe thot Malik ibn Huwairith wa kana rafiqan rahima, bën një koment aty. Thot ai ishte i butë dhe i mëshirshëm. Nga e kuptoi ai këtë? E kuptoi nga sjellja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me këto djem. Pra ai me të vërtetë ishte i butë dhe i mëshirshëm, sepse Allahu subhanahu wa taala thot në ajetin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ju ka ardhur juve një dërguar nga vetja juaj. Pra si ju, njeri, si ju, që i rëndet atij ajo që ju lodh juve, ju shqetëson ju dhe është shumë përpjekës në atë që ju bën juve mirë, pra përpiqet sa më shumë për ju, për të mirën tuaj dhe me besimtarët është i butë dhe i mëshirshëm. Allahu azza wa jalla ka lavdruar këtë të dërguar me këto cilësi madhështore. Dhe ky sahab e vëren në veprimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thot: "Irji'u ila ahlikum", ktheuni ke familjet e juaja. Ktheuni ke familjet e juaja, dhe këtu vjen lidhja me temën tonë. Ktheuni ke familjet e juaja dhe mësojeni ata, urdhërojeni ata dhe faluni ashtu siç më keni parë mua të falem. Pra,
ke familjet e juaja do silleni ashtu siç urdhëron Allahu dhe dërguari i tij. Jo vetëm ta mësoni këtë për veten e juaj dhe jo vetëm ta veproni këtë për veten e juaj, por t'i mësoni dhe ata dhe t'i urdhëroni dhe ata për veprat mira dhe t'i ndaloni nga veprat e këqija. Dhe thot, wasallu kama ra'aytumuni usalli, faluni siç më pat mua të falem. Dhe si puna kësaj fjalisë vjen edhe ke haxhi, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, khudhu anni manasikakum, merrini prej meje ritet tuaja. Pra s'ba bëni haxhin dhe umrën prej meje, siç më keni pas, siç më shihni mua, ashtu bëni. Për namazin thot khudhu sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni siç më keni parë mua të falem. Dhe sahabët e kanë përcjell namazin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sikur ta shikojmë ne tani me sy, sikur të jemi ne prezent. Atëherë nuk ka argument asnjë njeri fanatik që thotë unë do falem sipas hoxhës tim, apo sipas partisë, apo sipas grupit. Jo. Duhet të mësojmë siç e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ashtu duhet i bëjmë ne të gjitha adhurimet, si namazin, si haxhin dhe të gjitha adhurimet në përgjithësi, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Kush bën një punë që nuk është në të urdhri jon, atëherë ajo është e refuzuar. Të katër imamllarët, si Ebu Hanifa, si Malik, si Shafi'i, si Imam Ahmedi, kanë thënë një fjalë të njëjtë: idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Nëse hadithi është i saktë, ai është madhhabi im. Që do të thotë, të gjithë dietarët këshillues që kanë ecur në rrugën e sunetit, na kanë këshilluar që ne të ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe jo të ndjekim grupin dhe medhhebin dhe çdo lloj fraksioni që i ka bërë njerëzit fanatik, por njerëzit duhet të ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse feja e Zotit është e lehtë dhe nuk është e vështirë. Pastaj thot: fa idha hadarat as-salah falyu'adhdhin ahadukum, falyu'adhdhin lakum ahadukum. Kur të vi namazi, koha namazit, le të thrasë ezanin njëri për jush. Dhe le të pri juve imam më i madhi juaj. Pse thot më i madhi? Normalisht që ka hadithe që thot do të futet imam ai që është më i dituri, ai që lexon Kur'anin më shumë. Po në këtë rast këta ishin gjithë një lloj. Këto djem ishin gjithë një lloj. Kur janë njerëzit gjithë një lloj, atëherë shikohet kriteri i moshës. Që të futet imam dikush, do të shikohen kriteret. Jo çdo person dali imam, nuk është mirë kështu. Imam duhet dali më i dituri. Nëse janë gjithë një lloj, atëherë do të dali më i madhi në moshë. Prandaj që tek ezani nuk thot të dali më i miri juaj, po thot njëri prej jush ta thrasi ezanin. Tu nuk ka kriter për shembull. Kriteri është që ta thrasi mirë dhe me zë të lartë, që dëgjohet, mos ketë zë të ulët, të ketë zë të lartë, zë të bukur. Por kur vjen ke imami ka kriter, thot më i madhi juaj, nuk thot njëri prej jush, po thot më i madhi. Në vend tjetër thot më i ditur dhe kështu shikohet, pra kur janë një lloj në këtë pikë kalohet ke kjo, kur janë një lloj në këtë kalohet ke tjetra. Pra këto ishin dy hadithet e temës. Tema tjetër ka të njëjtin hadith me këtë, thotë tema 109, el mar'atu ra'iya, gruaja është baresh. Dhe sjell po të njëjtin hadith dhe neve e shpjeguam që ashtu siç ka detyrime burri,
ashtu ka detyrime edhe gruaja. Çdo njeri është i ndarë dhe i kategorizuar në detyrat e tij, dhe edhe gruaja do të merret llogari, dhe nëse ajo i bën detyrat e saj duke shpresuar shpërblim tek Zoti, atëherë do të marrë shpërblimin e madh që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për besimtarët. Pra gruaja do të pyetet për ruajtjen e pasurisë burrit, do të pyetet që a ka bërë shpërdorim apo jo, do të pyetet për ruajtjen e shtratit bashkëshortor, do të pyetet për edukimin e fëmijëve dhe mësimin e tyre. Pra do të pyetet që ka qenë neglizhuese ndaj tyre apo jo, do të pyetet në zbatimin e të drejtave të bashkëshortit në bindje ndaj tij tek gjërat që janë jo të ndaluara e të tjerë. Prandaj që me këtë mbaron edhe tema e 109 që është gruaja është baresh, sepse e kemi shpjeguar ke hadithi i parë. Me lejen e Allahut, mësimin që vjen do të kalojmë ke një tematik tjetër, dhe Allahu na ndihmoft që ato që dëgjuam t'i zbatojmë në jetën tonë dhe të mos jenë thjesht fjalë kalimtare, por të jenë metoda se si ne ecim në këtë jetë dhe adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, të ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo hap që ai ka ecur, dhe të na bashkojë Allahu me të dërguarin ton dhe me të gjithë të dërguarit në xhenetet e tij. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.